Atëherë vendim për përzgjedhjen e drejtuesit të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, bazuar në nenet 148 dhe 149 të Kushtetutës, nenin 52 të ligjit 96 për statusin, nenin 15 të ligjit 95 për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar, nenet 164, 166, 184, 189 të ligjit 115 për organet e qeverisë e sistemit të drejtësisë, si dhe rregulloria për kriteret dhe procedurën për ngritjen në detyrë të prokurorëve pranë prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar e vitit 2023 të Këshillit, pasi zhvilloi intervistat me kandidatët për pozicionin e drejtuesit të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe votoi në rend alfabetik secilin prej tyre, votim nga i cili rezultoi se Zoti Adnan Xholi mori 3 vota, kandidati Dolores Musabelli mori 0 vota, kandidati Elvin Gokaj mori 1 vot dhe kandidati Klodrian Brahu mori 7 vota nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Këshilli vendosi zgjedhjen e prokuror Klodrian Brahu në pozicionin e drejtuesit të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Mandati i prokurorit Brahu në pozicionin e drejtuesit është 3 vjet pa të drejtë rizgjedhje duke filluar nga data 19/12/2025 deri në datën 19/12/2028. Njoftohen për këtë vendim Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe prokurori Braho. Vendimi në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare web të Këshillit, shpallet në Tiranë sot në datë 11/12/2025.